Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Izraeli dhe Hamasi arrin një marrëveshje armëpushimi dhe për lirimin e pengjeve. Kjo është faza e parë e planit presidenti amerikan Donald Trump për të dhënë fund luftës në Gaza. Vendimi vjen një ditë pas përvjetorit të dytë të sulmit vdekjeprurës të Hamasit, që shkaktoi mbi 1400 viktima civile izraelite në jug të vendit dhe me mijëra viktima në Gaza. Bisedimet me ndërmjetës në Egjipt sollën një marrëveshje për fazën fillestare të planit 20 pikësh të Donald Trump. Lajmi për marrëveshjen nxiti festë në Izrael, Gazë dhe më gjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump konfirmoi se Izraeli dhe Hamasi arritën marrëveshjen e shumë kërkuar për armëpushim në Gaza dhe për lirimin e pengjeve. Kjo do të thotë se të gjitha pengjet do të lirohen shumë shpejt dhe Izraeli do të tërheqë trupat e tij në një vit të dakortuar si hapi i parë drejt një paqeje të fortë, të qëndrueshme dhe të përjetshme, deklaroi kreu i Shtëpisë së Bardhë në rrjetin social Truth Social. Sipas tij, të gjitha palët do të trajtohen me drejtësi. Kjo është një ditë e madhe për botën arabe dhe muslimane. Izraelin, të gjitha kombet fqinj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne falenderojmë ndërmjetësit nga Katari, Egjipti dhe Turqia që punuan me ne për ta bërë këtë ngjarje historike dhe të paprecedent të ndodhur. Të bekuar qofshin paqebërësit, shkruan Donald Trump. Një ditë e madhe për Izraelin, tha kryeministri izraelit në një deklaratë pas informacioneve për arritjen e një marrëveshje paqe. Me ndihmën e Zotit së Bashku do të vazhdojmë të arrijmë të gjitha objektivat tona dhe të zgjerojmë paqen me fqinjët tanë, deklaroi kryeministri izraelit Netanyahu. Ai shpreson se të gjitha pengjet do të lirohen shumë shpejt dhe Izraeli do t'i tërheqë trupat e tij në një vit të dakortuar si hapi i parë drejt një paqeje të fortë dhe të qëndrueshme. Në reagimin e Hamas, referuar mediave ndërkombëtare thuhet se vlerësohen përpjekjet e vëllezërve dhe ndërmjetësve në Katar, Egjipt dhe Turqi dhe gjithashtu çmohen përpjekjet e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të synuara për t'i dhënë fund luftës plotësisht. Ne i bëjmë thirrje presidentit Trump, shteteve garantuese të marrëveshjes dhe të gjitha palëve arabe, islame dhe ndërkombëtare të mos lejojnë shmangen apo vonesën e zbatimit të asaj që është rënë dakord, thuhet në reagimin e Hamas. Ushtria izraelite njoftoi se ka filluar përgatitje dhe ka vendosur një protokoll për të tërhequr së shpejti në vijën e fazës së parë të tërheqjes nga Gaza. Ushtria ka filluar përgatitjet operative për të zbatuar marrëveshjen e armëpushimit, thuhet në një deklaratë. Propozimi i armëpushimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump përcakton që ushtria izraelite duhet të bëjë një tërheqje fillestare nga Gaza në vijën e bardhë, afërsisht 1.5 kilometra në pikën e saj më të ngushtë dhe 6.5 kilometra në pikën e saj më të gjerë nga vija e demarkacionit midis Gazës dhe Izraelit. Tërheqja duhet të ndodhë përpara së hënës ditës kur Trump njoftoi se milicit e Hamasit do të dorëzojnë 48 pengje ende në duart e tyre. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, si një ndërmjetës në procesin e paqes në Gaza, tha se Turqia do të monitorojë nga afër zbatimin e marrëveshjes. Sipas Erdoganit, vendi i tij do të vazhdojë të kontribuojë në këtë proces, raporton Sky News. Po ashtu, presidenti turk u shpreh i kënaqur që negociatat kanë rezultuar me një armëpushim në Gaza. Krerët më të lartë të shteteve përshëndeten arritjen një marrëveshje paqe në Gaza. Profesuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, përgëzoi arritjen e dakordësisë për fazën e parë të planit të paqes. Ajo e cilëson si një hap të madh drejt dhënies fund të luftës në këtë territor. Kjo është një arritje e madhe diplomatike dhe një mundësi reale për t'i dhënë fund një lufte shkatruese dhe për të liruar të gjitha pengjet. Bashkimi Evropian do të bëjë gjithçka që është e mundur për të mbështetur zbatimin e saj, tha Kaja Kallas. Kryeministri britanik Keir Starmer përshëndeti dakordsinë e arritur mes Hamasit dhe Izraelit për fazën e parë të planit të paqes në Gaza. Në një deklaratë për shtyp, Starmer tha se marrëveshja duhet të zbatohet plotësisht dhe pa vonesa dhe të shoqërohet gjithashtu dhe me heqjen e kufizimeve për ndihmat humanitare. This agreement must now be implemented in full, without delay, and be accompanied by the immediate lifting of all restrictions on life-saving humanitarian aid to Gaza. U bëjmë thirrje të gjitha palëve të përmbushin angazhimet që kanë marrë, të përfundojnë luftën dhe të ndërtojnë themelet për një fund të drejtë të qëndrueshëm të konfliktit dhe një rrugë të qëndrueshme drejt një paqe afatgjatë, deklaroi kryeministri britanik. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.